Paqja mes shqiptarëve, pavarësisht përkatësisë fetare, është një nga virtytet që na shquan ne si komb mes fqinjëve. Libri i analistit dhe gazetarit Mustafa Nano, Pax Albanica, i shumë përfolur nga kritika dhe rangjet e lexuesve, ka arritur të ndërtojë një portret të munguar deri më tani mbi raportin që shqiptarët kanë mbajtur me fenë që nga pushtimi osman. Pax Albanica është një hulumtim i kujdesshëm në të shkuarën tonë, përmes rrëfimeve të gjetura në arkivat e kohës, udhëtarëve dhe gazetarëve që shkelën herët në Shqipëri apo mendjeve të ndritura shqiptare. Në pamje të parë, duket sikur libri ka natyrë historike, por në fakt, dilema që përshkon boshtin qendror të këtij libri është pyetja: cila është feja e vërtetë e shqiptarëve? Nano është i mendimit se toleranca ndërfetare ka lindur në kontekste të caktuara historike. Ajo nuk është një arritje, por një sfidë për popullin shqiptar. Unë mendoj që toleranca fetare nuk është një arritje e cila duhet na bëjë të flemani, është një sfidë për të gjithë ne. Kjo tolerancë ka lindur në kontekste të caktuara historike, edhe mirë për kontekstet historike të lëvizjen, edhe e bëjnë këtë sfidë të marrë vazhdimisht forma të reja, siç ka dhe sot. Forma të reja, sfida e tolerancës ndërvetare, po e quaj sfidë, sot nuk është e njëjtë, me tolerancën ndërvetare, le të themi përpara luftës së dytë botërore. Do mendoj që një nga gjërat që ne duhet të gjithë shoqëri, si kulturë, do të bëjmë shmos të ruajmë fanatizmin është kjo tolerancë. Unë nuk mendoj ashtu siç mendojnë ca që sa mirë është që kemi shumë fe, kështu shoqërinë shqiptare. Unë nuk e shoh këtë si të mirë, unë e shoh si një problem të shoqërisë shqiptare fakti që kemi shumë fe. Ne mund të themi tjetër, sa mirë është që ne kemi ditur që të bëjmë të mundur që fetë të merren vesh me një tjetrin këtu në Shqipëri, edhe që të keni fokusim, se thuash, më të rëndësishëm, barësit e feve, tek interesat tjera që u përkasin të gjithëve. Sipas tij, kanë qenë gjithnjë besimtarët musliman ata që kanë toleruar duke u tërhequr para konflikteve, por sot shumë intelektual të fesë islame ngren zërin për të mbrojtur parimet e tyre. Muslimanë shqiptarë kanë qenë shumë të ndrojtur. Gjatë shekullit të shkuar, aq të ndrojtur sa mbreti Zoki i bëri që të luteshin në këmbë. Muslimanë shqiptarë sot nuk janë të ndrojtur më. Të paktën sipas meje. Janë përpiqen të jenë të zëshëm, përpiqen të thonë që jemi edhe ne këtu, jemi edhe ne pjesë e botës shqiptare, edhe shoqyrë që kështu. Unë mendoj që për shkak të këtij fakti ne duhet i bëjmë hesabet me këtë kontekst të ri. Sot kemi ne një elitë kulturore që është dhe pjesë si thua, e komunitetit musliman, që është e zëshme, që shkruan nëpër gazeta, që ditë artikulohet mirë, gjë që nuk është verifikuar më parë. Edhe kjo elitë kulturore e Shqipërisë nuk mburron që faqe botës të thotë që ideali kombëtar është, apo si thua, interesi publik, janë interesa edhe tonat, por ne kemi edhe interes që ndonjëherë është edhe më i madh, kemi edhe një pasion që ndonjëherë është më i madh, është pasioni i besimit fetar. Jo pa qëllim, libri nis me historinë e emrit të autorit, Mustafa, që është një emër tipik musliman, e më pas kalon edhe në emrat e familjarëve të tjerë për t'i bërë kështu një historik të hollësishëm për ardhjes së tyre fetare. Natyrisht që për të trajtuar një temë kaq delikate, në kohëra jo më pak delikate, duhet një punë e stërmadhe studimore, e jo thjesht perspektiva e një publicisti. Pikërisht, për frymën që përcjell, libri Pax Albanica i Mustafa Nanos u vlerësua me çmimin Ardian Klosi me motivacionin për trajtimin e shumanshëm dhe sintetizues të marrëdhënieve ndërfetare mes shqiptarëve. Ky çmim është kontribut i rrjetit ndërkombëtar Traduki dhe juria e përzgjedhur përbëhej nga emra të njohur të letrave dhe medias shqiptare, si Piro Misha, Rudina Xhunga, Ardian Vebiu dhe Bashkim Shehu. Për trajtimin e shumanshëm dhe sintetizues të marrëdhënieve ndërfetare mes shqiptarëve në kontekstin e ngjizjes së kombit shqiptar në historinë moderne, të debateve kulturore dhe ndërrealitare të shoqëruar dhe dilemave sociale dhe kulturore në bashkëkohësi. Ky është me pak fjalë në mënyrë sintetizuar motivimi nga ana jonë e arsye pse të veçuam këtë libër të Mustafa Nanos për t'i dhënë çmimin e dytë Ardian Klosi. Libri mbyllet me një apel nga ana e autorit. Nano shkruan se është e rëndësishme të respektohen të gjitha bindjet fetare,
duke shmangur me çdo kusht radikalizmin dhe duke sjellë kështu një shembull të mirë përballë kombeve të tjera me konflikte të rënda fetare. Gjithashtu, sipas tij duhen politika të kujdesshme për ruajtjen të paprekur të harmonisë ndërfetare në këto kohë konflikti që po kalojmë. Ne duhet të rinovojmë mekanizmat kulturor, politik, social, duhet të rinovojmë apo edhe modifikojmë apo edhe korrigjojmë vetveten, optikat tona, mënyrën se si i shohim gjërat. Pjesa muslimanët shqiptar janë pjesë e shoqërisë shqiptare, janë pjesë e kombit shqiptar, kanë për qenë përjetësisht kështu. Dhe mbijetesa e kombit shqiptar duhet të ngrihet mbi këtë fakt. Me ky kom do të jetojë, do të mbetet gjallë për aq kohë sa kjo tolerancë ndërfetare, cilën ne e nënvizojmë, cilën unë e nënvizoj edhe këtu, do të mbetet gjithmonë e mbrojtur, e paprekur, e konsoliduar